Vaditës, Vjos, Levan Fier. Jemi këtu në pikën e Levanit, jemi pranë kanalit Vaditës, ku si që shikojmë, kanali është plot me ujë dhe ndërkohë ne po shfrytëzojmë rastin për të takuar dhe punojësit e drejtorisë ujrave të bordit kullimit të Fierit, të qarkut Fierit, po takojmë sepse këta janë këtu të interesuar për që uji kanali Vaditës të jetë plot dhe në shërbim të fermerëve në këto ditë kaq të nxehta të verës. Përshëndetje, si jeni? Mirë jeni? Si dukeni? Si jeni? Si jeni? Po, me sa di unë juve jeni 3 punonjës të bordit të kullimit dhe nuk e di, po mbas se jeni vetëm për këtë zonë, unë doja të dija qëllimi i këtij takimit tuaj këtu pranë kanalit Vjos Levan Fier edhe pikërisht në Levan. Ne si bord kullim dhe ujitje kemi detyrë të sigurojmë ujin shoqatave dhe menaxhimin e bëjnë shoqatat. Ne nuk marrim asnjë lek për ujin. Ky është një problem tjetër, si keni emrin? Bardhull Allijej. Bardhull Allijej, ky është një problem tjetër për cilin do të bisedojmë gjatë udhëtimit tonë që do të bëjmë për gjatë aksit të kanalit deri në Kafaraj dhe Frakull për të takuar me fermer ku do të kenë shqetësimet tuaja, ndërkohë dhe ata shqetësimet e tyre. Për këtë periudhë të nxehtë të verës ku uji me sa duket është i pranishëm, po juve çfarë zonë mbuloni? Unë mbuloj zonën nga Levani deri në Mujalli, tërë zonën e marr ujit nga Si keni emrin? Recep Gashi. Recep Gashi, po juve? Arshi Kuqi. Arshi Kuqi, punojës i vjetër i ujrave, po. Mbuloj zonën nga Vjosa deri në Levan. Pra ti pas ka një detyrë akoma më të vështirë, sepse pa e sjell ti ujin, pa e sjell arshiu ujin këtu në Levan, nuk mund të pretendojnë që të kenë ujë tër Myzeqeja. Ky është menaxhuesi kryesor. Është menaxhuesi kryesor, punojës i vjetër i ujrave. Po. Pra juve keni ardhur që të verifikoni edhe një herë prurjen e ujit që vjen nga Vjosa. Po. Neve jemi punoj, unë me gjithë arshiun jemi punojës më të vjetër në normal. Dhe koordinoni punën, Edhe kemi të koordinuar punën, merreni niveli, ngriteni niveli, ne duhet ta majmë ujë tamam siç e do tërë zona. Pra duke regjistruar ca pamje nga ky kanal Vaditës, besoj se kameramani jon i ka regjistruar ca pamje, por mund të shikojmë dhe do të vazhdojmë udhëtimin ton, jo vetëm për ujin që shikojmë që ky kanal me sa di unë ka pas bollëk në sajt punës tuaj, të një përkushtimi që keni ju, po. 18 metrë kub sekond. 18 metrë sekond. Pra juve detyra juaj mbaron deri në këtë moment që kanali është plot. Është plot. Atëherë, neve jo vetëm për ujin, nuk është ky objekti i vetëm i udhëtimit sot që po bëjmë ne, por ne do të takojmë fermer, edhe për shqetësimet tjera që kanë ata, mbase shqetësimet që keni përbashkëta lidhur me pagesat që bëjmë për ujin, po gjithsesi ne do të shkojmë të jemi të pranishëm atje ku prodhohet perime, bostan, ku bëhet puna për të takuar pra me ata fermerë që kanë peshën më të rëndë të punës dhe përballen jo vetëm me vapën, po edhe me probleme të tjera të shitjes prodhime e tjera gjëra. Ne do të vazhdojmë, nësa ju e keni pjesën, mbase do ta verifikojmë edhe një herë ujin në diku në Pojan apo në tek ure Baqinozëve, ku të shikojmë që vërtet uji që del nga Vjosa 1000 hektar të vaditën nga të paktën në ditë sot me këtë sasi ujë. Rreth 1000, po mos themi më shumë. Po, ky është sasia ujë që përballon 1000 hektar, po. Se sa vaditën do të shikojmë atje. Atëre bashkë ndajemi. Mirupafshim, Arshi, juve besoj do të në shoqëroni. Po. Ne do të vazhdojmë pra rrugtimin për gjatë komunës së Frakullës për të takuar me fermer ashtu siç biseduam edhe në këtë moment. Po. Juve ku banoj në zonën e Levanit. Ish në Bej e Levanit. Më përpara, para disa vitesh, këtu kemi vaditur me këtë me qindra hektar poshtë, ndërsa sot po bëjnë 5-6 vjet mos më që poshtë nuk vete ujë fare. Dua të mbjellun. Çfarë do mbjell? Zvin ujë, kanali. Pse nuk vjen ujë? Zvin ujë se s'ka kanal, është prishur. Je di që janë disa shoqata që merren me kanal. Dim që janë shoqatat, por shoqatat thonë që ne s'kemi forcë, s'kemi para, s'kemi fonde. I pagoni lekët juve për ujë? Kemi paguar për aq sa mbillet aty, paguhet 1-3.000 lekë për 2 lym. Me sa di unë që kam paguar dhe vet si fermer. Po tani s'ka ujë, vate kaq vjet s'kemi fonde, s'ka. Jo, po s'kam bjell, po bëj 3 vjet. Gjithsesi është një shqetësim ky që paraqet fermeri nga Lep, por ashtu si ju e nisët bisedën
para pak minutash që problemi është që fermerët nuk paguajnë detyrimin që kanë për kanalet ose nuk i pastrojnë kanalet. Atëre, çfarë përgjigje do t'i jep juve? Shiko, unë do t'jap një përgjigje shumë të thjeshtë. Tashi për menaxhimin e ujit nga kanali kryesor, për në parcele kanë shoqatat. Dhe këtu në Levan kanë shoqat, po se sa funksionon dhe si është organizuar, është problem tjetër që ne nuk kemi të bëjmë me këtë punë. Ne kemi detyrë të bëjmë ujë këtu dhe faktikisht e kemi prurë. Pra është një problem që mbetet dhe ne i bëjmë një apel drejtorisë bujqësisë, kryesisë shoqatave, ai përgjegjësi shoqatave që keni një specialist me të cilin do të merri kontakt dhe mbase ka nevojë që vërtet të ndalen për këtë problem kaq të rëndësishëm që paraqet fermeri këtu në Levan. E ndërkohë ne do të vazhdojmë të takojmë fermerë të tjerë. Vetëm kjo zonë këtu, po të dalësh edhe më poshtë, që janë prishur kanalet, nuk vetë ujë, janë me hektar këtu që nuk vaditen. Torturohen tërë ditën e ditës. Ne po rrim këtu dhe jemi bërë me djerës, po të vesh në fush. Faleminderit, miru pa. Për të ndalë para kamerës, diçka do të thotë se keni emrin? Plumë Rustemi. Po Plumë, juve punoni merreni me bujqësi? Po kam bler tokë këtu në Levan dhe kam tokë aty poshtë, kam bler 1 hektar e gjys, misër, dhe problemi është për ujin për vaditje. Sa larg jeni kanali kryesor sepse siç e shikojmë jemi rreth 1 kilometër. Dhe kanali është prishur diku aty matan. Dhe nuk vin ujë, tani nuk dim se nga varet ky kanal, nga komuna apo nga bashkia. Nuk e dini që ka një shoqat ujiti që merret me mirëmbajtjen e kanalit dhe ju paguani për këtë shoqat? Po, ne kemi paguar, po s'është bërë asgjë. Që kryeta shoqate? Nuk e njohim fare. Do të takoni kryetarin e shoqatës, gjithsesi vërejtja juaj ne bashkojmë me sugjerimin që bën si ke emrin? Plumë Rustemi. Po, Plumë Rustemi. Unë kam marrë tokë në Levan, apo qova janë se po qova s'ka ujë fare. Lekët që merren, ku qohen, pse s'bën kanalet, pse s'riparohen? Sa lekë keni paguar? Po kam paguar 2000 lekë. Vjetra? Po të vjetra. Si kërkuan? 200 lekë. 200 lekë. Ka kërkuan? Sa kërkuan janë paguar. Tani, pse si bëjnë kanalet? Gjithsesi nderuar shikues, ka nevojë për të ndalur tek shoqatat e ujitjes, sido që qëllimi i misionin tonë sot është një takim me gjithë fermerët për të parë punën e fermerëve, por vërejtja juaj është me shumë vend. Faleminderit, mirupafshim. Problemi që ndron këtu, për ujin e pishëm. Pse një shoqatësh. Pse nuk na i sjell ujin e pishëm fshat? Sa ujë pishëm fshati? Po, për të matur është matur linja dhe nuk ka ardh. Po. E janë ngren lekët, se kush i ka ngren nuk dihet. Po. Kanali nuk është hapur, ka dediku matjen e di shumë mirë se kam qenë atje që është bërë matja dhe nuk është hapur, nuk është trozorra. Ne jemi pa ujë të pishëm. Kot tonë që fshati po çov ka ujë të pishëm. Mbetet një vërejtje gjatë kësaj rruge që kemi ne, një vërejtje edhe për drejtorinë e ujësjellësit, ujësjellësit, pra për banorët, pra
kanalit që vjen nga Vjosa, po verifikojmë pra që uji është i bollshëm, por si që thamë, nuk është vetëm ky objekti i udhëtimit sotëm. Ne do të vazhdojmë të takojmë me fermer këtu në fushat e Frakullës dhe të Kafarajit, që siç dihet është një komunat ku punohet më shumë. Dhe pra me këto pamje ne do të takojmë një nga fermerët dhe kryetarin e Këshillit Komunës të Frakullës. Përshëndetje zoti Dashnor. Si jeni me shëndet? Mirë. Pra, kryetari i Këshillit Komunës, Po. Dashnor Troka. Dashnor Troka. Dashnor, ne duke udhëtuar për gjatë kanalit Vjos Levanfier, që ishte shqetësimi i parë sepse uji është jeta, dhe pasi e pam gjendjen e ujit, ne u ndalëm këtu për të takuar dhe fermer, po është rasti më i mirë që takojmë kryetarin e Këshillit Komunës të Frakullës për të na dhënë një panoramë të shkurtër të kësaj vere të nxehtë, të prodhimeve që bën këtu Frakull, sepse Frakulla siç dihet është një nga perlat e bujqësisë të rajonit Fier dhe për mëtej do thosha. Megjithse kjo kronikë është shumë e dobishme për zonën tonë, pa harruar le të përshëndes drejtorin e urave dhe kanalizimeve zotin Ramadan Krasniqi, që për mua është një specialist, jo një drejtor i fushës politike, që do ta kishte zili jo vetëm qeverisja e djathtë, por edhe qeverisja e majtë. Këtu kam parasysh zhvillimet e fundit që ka marrë bujqësia, blegtoria dhe pemtaria në zonën Frakull. Si asnjëherë tjetër, kanali Vjos Levanfier është një nga veprat e artit më strategjike që ka jo vetëm komuna Frakull, bile edhe zona e Cakën, po edhe në mbar Shqipërinë. Ky ka qenë një interes i vazhdueshëm dhe një komunikim jo vetëm institucional me drejtorinë e ujrave, me zotin Ramadan, por edhe në linja shoqërore, duke marrë parasysh dhe nevojat e domosdoshme që ka ky kanal për gjithë zonën dhe në ndihmë kryesor për fermerët. Pra ishin komplimentat dhe vlerësimet tuaja për drejtorin e bordit të kullimit, zotin Krasniqi. Meriton dhe fakti që kanali ka posluar gjithë të kohë që kemi parë, ka qenë plot me ujë, kjo është një ranë, zoti Dashnor, por le të vazhdojmë pak, të hedhim me vështrim me kamerën tonë në këto fusha të Frakullës, ku janë të pranishme, po thuhet, gjitha kulturat, sepse është vetë ndërtimi i bujqësisë tonë i parcelizuar. Pra, diku bostan, diku misër, diku mollë,
natyrisht kjo nuk është një bujqësi intensive që mund të thuash që ka rezultate kështu e copëzuar. Gjithsesi edhe në këto kushte Frakulla ka punuar. Do të thosh që për prodhimet si për perimet kryesisht dhe për prodhimet tjera këtu në Frakull. Më lejoni të prezantoj për zonën në Frakull, që është një nga zonat perl do ta quajë të Shqipërisë, lidhur me problemet bujqësore, blegtorale dhe pemtari frutore. Një nga veçoritë dhe dobësitë që ka kjo zonë që nuk funksionojnë mirë, e para është një koordinimi i veprimit i shoqatave të ujit me drejtorinë e Urave, e cila duhet e shmarë parasysh dhe po punohet për të krijuar një ligj më preciz, më sankcionuar, që të mos ngelen thjesht shoqata fantazm, por të jenë pranë komunave, atje ku është përgjegjësia e titullarëve dhe e punonjësve të administratës, që të ketë një koordinim më. Po dashnor ti u ndalen një problem, u ndalen një problem që ne na doli sa zbritëm në Levan. Pranë kanalit, ku takuam punonjës të drejtorisë ujrave, mjeshtrat e ujit që punojnë këtu, po ndërkohë takuam edhe 2-3 fermer që me shqetësimin maksimal thonë nuk njohim shoqata, nuk njohim përgjegjësa që merren me kanalet sepse ne paguajmë dhe nuk na bën kanalet. Tani këtu ka vërtet një kontradikt juve që nëpërmjet një ligji mund të rregullohet, por gjithsesi këtu si është vepruar në Frakull, dhe cilat janë vërejtjet tuaja, si mund të ndëjhet kjo punë? Momentalisht ne jemi munduar që të krijojmë shoqatat, po ato janë me numër të pakët në raport me numrin e popullsisë dhe mbi funksionimin e fermerëve që zotrojnë këto sipërfaqe toke për gjithë të zonën e komunës Frakull. Prandaj kemi ngritur zërin gjithmonë që bashkarisht jo në linjë shoqërore si shoqata, që të mos kemi vetëm thjesht asistencën teknike të shtetit shqiptar, të qeverisë shqiptare, por të kemi edhe ndihma financiare, të cilat do t'i vijnë në ndihmë fermerëve, jo vetëm kanalet kryesor, po edhe kanalet e dyta, por mund të përmends një rast veçantë, kemi përsëri drejtoria e ujrave, e kullimit të ujrave, ka bërë një punë të mirë lidhur mbi kolektorët, që janë një nga bazat më kryesore. Kullimi është baza. Kullimi, kolektorët ka bërë investime, plus siç e shikoni edhe kanalin, por një nga problemet që ka ngel tani pas këtij që po shikojnë kanalit, që është plot, dhe është kënaqësi ta shikosh, jo vetëm si vepër arti, po edhe si shërbim që i bëhet fermerëve, por një nga problemet kryesore që kanë fermerët sot janë subvencionimi, flitet shumë nga qeveria shqiptare lidhur mbi subvencionimin e fermerëve për pemtarin, për perimet, për blegtorin, por konkretisht ato kanë ngelur thjesht në letra, thjesht për të prezantuar si një fushat politike, por jo të funksionojë në mënyrë konkrete. Edhe për këtë fermeri sot ka vështirësi të madhe lidhur me problemet e plerave kimike. Unë kam parasysh, kam pas disa lëvizje, mund të them, në vendet fqinje, siç është Maqedonia, Greqia, Malizi, edhe disa vende tjera. Do të marr konkretisht fqinjin ton Maqedonin, edhe pse nuk është akoma pjesë e strukturave europiane të NATO-s. Unë atje kam pas kontakt edhe me biznesmen lidhur probleme bujqësore, por edhe ata të pemtarisë që kanë thënë që shteti subvencionon edhe nga banka botërore, bën subvencionim, nuk e di ku çalon dhe ku qëndron problemi që nuk funksionon këtu në Shqipëri. Ka qenë projekti i qeverisë shqiptare lidhur mbi stimulimin dhe për të stimuluar fermerët për të bërë mbjellje vreshtari, pemtari, por nuk mendoj se ka dhënë rezultat. Duhet parë një skem tjetër, më reale, më konkrete. Sidoqoftë ju e keni të drejtë, sepse janë deri sot janë subvencione shumë të ulta në krahasim me vendet fqinj, qoftë e Maqedonin që i beson mbi 70 milion euro dhe me 5 milion apo 10 milion euro i ka bujqësia shqiptare, po edhe niveli jon ekonomik dhe problemet e tjera janë ato që e kanë penguar për bujqësinë, dhe ky është një defekt, do thosha, keni drejt. Ky është një defekt i qeverisë nga buxheti i shtetit, që nga buxheti për bujqësinë që është në nivelin e 3%, dhe nuk mund të mbahet bujqësia me 3% buxhet edhe me subvencione kaq të ulta. Por mbase koha do të detyrojë nevojat, sepse jemi pranë një krize botërore ushqimi, dhe kjo e kërkon doemos të ndërmerret vërtet një hap i fuqishëm në mbështet bujqësisë. Zoti Elver, ju është kënaqësi të komunikosh me ju lidhur mbi këto tema, sepse ju jeni specialist në këtë fushë dhe më lejo të shpreh se bujqësia shqiptare ka nevojë për më shumë. Nuk është mendimi dhe edhe nga shkencëtarët europianët botëror, nuk mendohet se toka ka mbaruar pjellërinë e saj. Ajo është akoma në fazën e saj fillestare mbi aktivitetin e saj. Prandaj duhen subvencionime, duhen shërbime, duhen që drejtoritë e ujrave, drejtoritë rajonale të funksionojnë në mënyrë të koordinuar edhe me Ministrinë e Financave, që t'i japin një zhvillim.
Po të kemi parasysh edhe raportet e zhvillimit që ka Shqipëria sot, zë masë 23-25% buxhet të ardhurave, kur konkretisht qeveria shqiptare akordon 2-3%. Kjo është një diçka pothuajse fare që nuk mund të prezantohet jo vetëm për shqiptar, por edhe për europianët. Ky është deficiti që edhe europianët kërkojnë të na shkullin veshin gjithmonë. Po, janë qëndrime të drejta, janë argumente këto që vërtet do ta detyrojnë qeverinë, sepse edhe ju s'do të rini pa folur, kuptohet. Po dhe gjithë parlamenti që merr votën e fshatit nuk duhet, domethënë po thuaj 60% marrin votën e fshatit, nuk janë ata që duhet të jenë pranë jush e do të luftojnë me çdo kusht që bujësia të ketë pjesën e saj. Lidhëm mbi politikën e Shqipërisë, sot kohë dhe foti po shikojmë një lëvizje të re që flitet shumë për fshatin. Mendojmë se do kemi një shpresë, por nuk e di a do jetë realitet sepse këto fushata kanë kaluar shpesh herë. Shpresojmë që faleminderit ishim pra me Dashnor Trokon, kryetarin e Këshillit Komunës të Frakullës. Ishte kënaqësi për mua që biseduam për pak çaste në këto hapësira të Frakullës. Më lejo të shpreh edhe interesimin e madh të kryetarit të komunës lidhur mbi gjitha problemet që ekzistojnë në gjithë komunën. Ai konkretisht ka pasur kontakte individuale plus edhe kolektive, plus interesimit bashkë me kryetarët e fshatrave, mbi problemet që ti ndihmoj sadopak për të pastruar kanalet, qoftë edhe me fatdromën e komunës, që të cilat nuk janë shërbimi i komunës, po janë thjesht shërbimi i shoqatave, siç ekzistojnë në ligj. Ju Faleminderit. Atëherë duke regjistruar disa pamje nga këto punë të mrekullueshme që bëjmë këtu në Frakull, e pikërisht do jemi para një parcel me perime, bostan, një parcel me moll, për të cilat ne për pak minutë komunës së Frakullës dhe siç e shikojmë përtej kanalit Vaditës janë vërtet parcela të mbjella të veshura me bimë të ndryshme të pranverës dhe siç morën vesh këtu vepron një shoqat ujitje që ka organizuar punën që ujë të shkojë në të gjitha parcelat. Si jeni mirë? Atëre meqense po do afroheni pak këtu, mbrapa keni parcelat fushat tuaja të qëndisura do thosha unë. Është bërë vërtet një punë e mirë, mrekullueshme dhe mund të drejtojeni pak këtu nga kamera. Juve punoni këtu, keni vetë Po jam një fermer i fshatit Ad. Po. Këtu puna ecën shumë mirë. Fermerët mendoj se
me vaditjen, me kanalizimet. Si që organizuar puna këtu, sepse kemi shumë ankesa nga fermerët që nuk shkon ujë në parcel. Deri diku puna vete shumë mirë. Paguen këto shpenzimet dhe kanalet? Paguen shpenzimet. I punojnë vetë, i hapin vetë fermerët? Jo, këto paguen dhe shoqata ka kryer një punë të mirë këtu. Me ndihmën edhe të fermerëve. Me pagesat domethënë janë shumë në rregull. Kur fillohet puna për kanalet? Sepse nuk bëhet kanali kur është mbjellë parcela. Këtu duhet një ndihmë e vogël nga shoqatja e ujitjes. Domethënë duhet fillojë në periudhën maj, domethënë. Si kjo është një pengesë që vjen ujë pak me vonesë. Do të vi pak më shpejt. Se fillon kultivimi i bostanit dhe të tjera me radhë. Por tani çdo gjë është stabilizuar, shumë rregull. Siç duket nga sasia ujit që ka kanali këtu tregon që ju s'po e ndjeni ose bimën nuk po e ndjeni në mungesën e gjelbëron me sa duket. E shikoni edhe vetë gjelbëron çdo gjë, ndaç të mbjellat si perimet ashtu dhe misi e tjera pemë frutore. Si keni emrin ju? Idaje Troka. Idaje Troka. Ja pra, është një nga fermerët, mund të drejtoni kamerën zoti Korita. Idajeti pra është një nga fermerët që punon këtu në fshatin Ad dhe sipas tij pastrimi i kanalit Kullës nuk fillon në qershor dhe në korrik, por do të fillojë pak më parë. Bile në normë ka qenë fillon në mars, në shkurt mars. Ujitja do të fillojë në muajin maj. Pra kanali do të përgatitet më shpejt. E gjithsesi këtu është një shoqatë shëmbullore, me sa duket që ka vepruar, ka organizuar punën që vërtet këtu të punohet të përgatiten kanalet për të vaditur tokat. Vetë fakti i këtyre sipërfaqeve të mbjella dhe prodhimeve të mbara tregon që këtu është bërë punë. Kush është këtu për jetë shoqata? Është Karafil Troka. Pra Karafil Troka, ne e përshëndesim nga ekrani televizionit Apollon, e përshëndesim Karafilin sepse janë të rralla shoqatat që vërtet kanë organizuar punën, sepse ankesa kemi gjithandej. Sido që drejtoria juaj, bordi i kullimit ka punuar për të mbajtur të plot kanalin Vjosa Levan Fier. Dhe tani zoti Korita duke regjistruar këto pamje ku kemi edhe një tuf patash këtu, sepse kanali uji është shpend ujit, si dhe gjithë parcelat të mbjella.
plot komplet me ujë, s'ka probleme fare për ujitjen. Kjo është dega Martinës, që shkon deri në Boçov. Tani këte kanale kanë shoqatat, nuk e kemi ne si drejtori të borikullimit. Dhe shoqatat e kanë lënë në këtë mënyrë pa pastruar. S'ka ndryshë fare, megjithëse ne po të ardhmë dim kësaj zone, kemi prur mjetet dhe bëm sa përmirësime. Këto i kemi bënë të borikullimit me kanal, do të pastrojmë këtu, pas kemi pastruar përpara, po megjithatë sasia e domosdoshme për Boçov nuk vete. Është një punë që se kishim për detyrë, po Nuk është një detyrë, munduam ta përmirësonim. Nuk vinte fare, kemi përmirësuar vend rreth 200-300 litra ujë shkojnë në Boçov, te pika fundi flase, sepse kjo zonë mbulohet me këtë. Por këte kanë shoqatat. Gjithsesi të nderuar shikues, siç e shikojmë edhe nga pamjet, nga gjendja e kulturave që janë mbjellë këtu, të perimeve, peme frutore, të misrit, e gjithë ka hapësirë, pra një oazë